për shkak sepse ka frikë. E dyta, ju e shikoni që protesta se gjithmonë dëgjoj shumë veta që thonë nuk ikën Rama, pushteti vazhdon aty dhe kjo është e gabuar. Sot qeveria dhe kryeministri dhe sistemi ka rënë. Ju shkoni me një mikrofon ose me një kamerë në administratë, shumë pa eficienca ose produktiviteti i administratës ka rënë. Kjo për shkak se s'ka mosbesim. Shumica e drejtorëve nuk firmosin më. Kjo tregon që sistemi ka rënë. Ju shikoni që kryeministri ose ministrat bëjnë video dhe shoqëria tallet. Kjo do thotë që ka humbur legitimitetin. Ju shikoni në arenën ndërkombëtare, nuk e afron njeri. Kjo do thotë që edhe atë imazh që ka padur jashtë e mbante të fortë, sot ka rënë. Pra, duhet kuptojnë që qeveria dhe sistemi ka rënë. Po, sigurisht protesta ka nevojë për një lëvizje brenda Partisë Socialiste apo edhe një mbështetje më të fortë nga ndërkombëtarët për protestën apo? Po, ju duhet kuptoni, këtë nuk e dim, ju po shikoni reagimin brenda Partisë Socialiste, shumë pak deputet kanë që dalin publikisht që mbrojnë kryeministrin. Një pjesë shumë e vogël që kryesisht janë numrat në parlament janë, përveç Koçekut. Nuk e kemi parë nëse bëhet një mocion mosbesimi ndaj kryeministrit. Po duhet nuk e kemi parë. Për kryeministër nga ana tjetër, ata sikur thoni janë bashkë. Pikërisht pra problemi është që ne kemi një sistem tërë politik që janë bashkë, sepse nëse do bëjë një mocion mosbesimi, ne nuk e dinim nëse kryeministri ka ende votat. Me këtë sjellje, me këtë mos përkraje politike, ju keni 2 deputet që sot kanë dalë publikisht kundër, po mund të ketë shumë zëra tjerë që cilët në opinionin publik nuk janë prononcuar as pak. Dhe kjo është forca qytetare. Në këtë kontekst në them që kemi arritur shumë, sigurisht që duhet jemi durueshëm sepse nuk mund presim ndryshime madhore për 42-43 ditë, por luftojmë drejt një sistemi që ka 80-90 vjet në pushtet. Dhe ju patët e ambasadorin mos gaboj të OSBE-s që dolin në përkrajit protestave, keni parë politikanë të ndryshëm të Parlamentit Evropian. Në fillimet e protestave keni parë pikërisht keni parë goditjet e fuqishme të SPAK-ut kundër krimit të organizuar që është një nga shtyllat kryesore të mbrojtjes së pushtetit. Pra, duhet jemi shumë pozitiv dhe të festojmë këto arritje që ne kemi marrë. Vjas në gjykimin tuaj. Unë nuk ti të them, sepse unë nuk jam politikan, por unë kam një këshill. Kryeministri i vendit duhet japi sa më shpejt dorëheqjen. Çdo ditë më shumë që ai qëndron, është një mundësi e humbur për Shqipërinë për të ecur më tej dhe më shpejt përpara. Është një vështirësi që i krijon vendit për të krijuar Shqipërinë europiane dhe një thirrje gjithë parlamentarëve, gjithë kushdo që ka pushtetin edhe SPAK-un, sot kanë fuqinë e popullit për të bërë ndryshimin që ne kemi pritur 36 vite. Nuk duhet të jetojmë më me këtë sistem, njësoj sikurse populli nuk ka më frikë, ju nuk duhet të keni më frikë, duhet të bëheni pjesë e ndryshimit për të ecur përpara. Ju shikoni që pavarësisht problematikave që Shqipëria ka një interes të veçantë Bashkimit Evropian për ta bërë pjesë Shqipërinë të Bashkimit Evropian, dhe kjo është një gjë shumë pozitive. Dhe për të bërë një analogji, mund të marrim rastin e Kroacisë. Mos harrojmë Dyberi që kryeministri Kroat, kur Kroacia do futej në Bashkimin Evropian, e merrnin të gjithë këta të Bashkimit Evropian për dore në çdo forum, i bënin PR etj. Në fund fare vun pranga në Belgjik. Këtë duhet kuptosh shoqëria shqiptare. Për një orë arrestuaj shpejt. Po për gati 2 vite promovoi si kryeministri jon për sa kohë i shërbente interesit përgjithshëm dhe më njëherë një fund të tillë si në mos gaboj Sanaderi. Patjetër. Po pikërisht, po jo vetëm ai, ju keni shembullin rumun, ju keni shembullin Maqedonas, mos harrojmë që një kryeministër është në Arati, pra e ka treguar bota se ku do shkojë ndryshimi. Ne shqiptarët thjesht sot duhet gjejmë forcën dhe durimin të bashkëbisedojmë me njëri tjetrin për ndërtuar një sistem që na shërben neve dhe jo një sistem që i shërben një grupi të vegjël njerëzve apo interesave caktuara që janë për te interesave tona shqiptare. Të lutem, se kemi parë 2 diaspora, atë të sheshit
edhe diasporën akademike. Tani atë të sheshin e pam që ishte edhe në Tiranë 2 organizime. Pjesa tjetër akademike, po tenton brenda institucioneve të Bashkimit Evropian në vendet ku jetojnë dhe punojnë. Unë jam shumë i lumtur që kjo protestë ka sjellë edhe bashkim të shumë studiusve, shkencëtarëve, inovatorëve që punojnë dhe jetojnë jashtë vendit, në një kohë shumë të shkurtër. Janë bërë dy letra, një drejtuar shoqërisë, ku mbështeste protestat qytetare, dhe një letër së fundmi që ishte drejtuar Bashkimit Evropian, ku edhe një herë thekson protestat paqësore, sepse të tilla janë, pa e vënë fare në diskutim, dhe dyta, vëmendjen që duhet ketë arsimi, shkenca, inovacioni dhe kapitali njerëzor. Dua të kujtoj këtu që Shqipëria, unë po shikoj statistikat e fundit, që nga viti 2000 ka 25% shoqërisë që është kurrur, pra është një largim masiv i shoqërisë. Për shumë faktorëve. Kemi largimin e trurit, njerëzit të kualifikuar, jemi vendi i parë në Europë për largimin e trurit. Pra, dhe kjo na sjell dëme shumë të mëdha si në burime njerëzore, po ashtu edhe në mendje, pra në ekspertizë, ai që na duhet. Dhe kjo është pikërisht lufta për shkakun që një pjesë e akademikëve ne jemi bashkuar, studiusve, inovatorëve në Europë dhe më gjerë, për të fokusuar ndryshimet që do pasojnë tek arsimi, shkenca dhe inovacioni. Një shtet pa arsim e kemi parë vetë se çfarë prodhon një shëndetësi që nuk ka korrupsion, qytetari nuk merr shërbimin e dur, prodhon një drejtësi që nuk i shërben përveç se një grupi të caktuar njerëzish, prodhon një ekonomi të dobët, pa industri. Pra ne sot kemi industri. Që ta kapin kohën e humbur me. Kjo është një pyetje e vështirë, varet shumë, unë gjithmonë e them nëse ne do krijonim një qeveri ideale, Shqipërisë do i duhen paktën 1 deri në 2 dekada që të rikuperonte gjithë energjinë e humbur, por sigurisht do ishte shumë më shpejt se sa hapat që po ecën Shqipëria sot. Taulant, unë falenderoj shumë për bisedën. Për mua ishte kënaqësi që folëm për këtë çështje dhe shpresoj që edhe në vazhdim, duke parë dhe situatën, të kemi mundësi që të komunikojmë sërish për të parë ecurin. Ndoshta çfarë do ndodh në shtator, se vala që është nisur duket sikur nuk do ketë pushim gjatë verës. Kënaqësi, gjithmonë dispozion dhe po, jam shumë i sigurt që protestat do vazhdojnë, reagimi qytetar do vazhdojnë, do kemi tekurin kësaj radhe për të bërë ndryshimin që kemi nevojë, edhe shtatori tetori unë besoj se vjeshta do jetë i bukur. Ndryshimet, më tha një miku im për ta mbyllur intervistën që ndryshimet më të mëdha në Shqipëri kanë ndodhur gjithmonë në Vjesht. Dhe sa duket jemi drejt të njëjtës ripërsëritje. Ta Adriatik Vallas atëherë që do ketë arrestime në Vjesht edhe në Vjesht u bë asgjë. Po jo, janë bërë, pavarësisht se erdhën çik në Vjesht, një Vjesht më vonë. Unë të falenderoj për bisedën. Faleminderit.